Përshëndetje mi së dashur, mirë se vini të dhanë gjedhin analizë. Shkojnë avizën e radhës, Ramush Haradinaj, Milem Zeka. Ramush Haradinaj e akuzon kryeministrin, kurse Milem Zeka e akuzon Ramush Haradinaj. Shkojnë amiq. Që shka mundësi të qanë, edhe mas 27 vjetë, mu që kryeministri, me pare që ja pagujmë na, buxhetin tonë, me aeroplan, me ekip madhe, me shkull zhvitër, me dhërë vazi, me motra, me to... Veç pak, na me të vërtet ja pagujmë biletën, ama jo në klasë parë, Ramush, klasë ekonomike. Okej? Shkojna? Shka edhe shqiritar, edhe zhvillëmqar. Se ka pas keq, po mas mirë ti e spjegon Milem Zeka. Shkojna amiq. Aty në brezave ju interesant për jetë. Partia Demokratike zbashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe me aleancën e nismen, katrat këto parti e kishin humbur trendin, kishin dalë jashtë autostradës qytetarëve të Republikës. Këta kishin harru që brezat të cilët kanë lind 96, 97, 98, 99, 2001, nuk ju intereson fare për luftë. Aty në brezave ju interesant për jetë. Partia Demokratike... Që kjo është mision e po thonë, o burra, o komandanta, shone frenë o burë, shone frenë se u kry lufta, jo në rinija se kam provu luftën, asë nuk dojnë me ditë për atë punë bile, shone frenë o burra, edhe Milem Zeka po i bon të fala. Shkojnë amiq. Mendoj që duke full për patriotizëm, populli nuk ka patriotizëm. Me atë sloganin liria ka emër. Kërkuj si ka interesua ka liria emër, as ka emër, pos a kam pun, a kam me hangër me pi, a kam sigurime shëndetësore. Këto janë shqetësimet jetike të qytetarit të Republikës Kosovës. Se a kemi as kemi emër, se çfarë emri ka liria, aja është në muze, edhe nuk intereson qytetarit kjo punë. Kështu që për këtë arsye patën humbje drastike. A përshë, Rambo, mi së dashër, unë me Milahimin nuk pajtona 99%, amo këtu pajtona plotësisht. Pse? Jënë fakte, mi së dashër, me fakte, që AK, PDK, LDK, nisma, ja kanë hup shpresën rinis. Ja patën hup, se Albin Baba ja kthej shpresën. Kështu që jënë miq, ju përshëndes, Zoti ju rujt, atje ku jeni.